Duke vlerësuar lartë luftën për liri dhe pavarësi të popullit tonë, për herë të parë vlerat e luftës shqiptare i kemi vendosur në emërtimin e një ministrie, të cilën sot do t'ja kalojmë një zyrë të rëndësishme. Bartja e zyrës për çështjet e kategorive dalë nga lufta UÇK-s në kuadër të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e luftës shqiptare synon forcimin e përkujdesjes institucionale dhe koordinim më të drejtë për drejtë të politikave për kategoritë e dala nga lufta shqiptare. Në përputhje me nenin 17 të ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile dhe familjeve të tyre, kjo zyrë bashkërendon aktivitetet për këto kategori, mban regjistrin qendror për dëshmorët, invalidët, veteranët dhe viktimat civile të luftës, lëshon vërtetime zyrtare mbi bazën e këtij regjistri dhe ofron mbështetje administrative e financiare për Komisionin Qeveritar përkatës.